Shikon nga njerë dhe kamuflohet, të duhet pak më shumë. Unë nuk e di pse mua më pëlqen më shumë zhveshja se sa veshja. Nuk e di, e kam. Mund ta kem gabim. Mbase jam i vjetër. Je introvert. Jam në ato të vjetrit, si duket. Po që zakonisht më shumë kur kemi një intervistë pune, gjithmonë zgjedhim garderob çfarë do veshim që biem sy, sepse impakti i parë kur ti futesh për intervistën, që shefi apo njerëzit që janë aty përballë do të shohin se si çfarë do kesh veshur, çfarë dekolteje, çfarë formash me forma pa forma. Ku në çfarë vendi ndosja? Veshja e dur, vendin e dur. Ndos kudo. Përgjithsisht jo. Përgjithsisht nuk shkohet, do me thënë këtë gjë e kanë mësuar njerëzit që nuk është që duhet bish shumë në sy kur shkon për intervistë. Jo, po prap, këtë po them. Është e kundërta. Po këtë po them, varet çfarë do zgjedhësh që ti të kuptosh që të tregosh inteligjencën tënde apo të tregosh se sa le kanë investuar te ty. Më vjen shumë keq të penalizohet dikush që tregon dhe forma. Mund të jetë shumë inteligjente, të ketë dhe forma dhe nuk i tregon, po është e dukshme që i ka. Sot femra e bukur dallon. Dhe nuk është turp të jesh dhe e bukur dhe inteligjente. S'ka nevojë nganjëherë në një pozicion të caktuar pune, ti tregosh format pikërisht në atë moment dhe në atë situatë. Nuk niset një femër inteligjente për të treguar. Por një femër e bukur, prandaj po them, po të përgjigjem asaj që the pak më përpara, që është gjunaf që një femër e bukur mos tregoj format. Një femër e bukur në pozicion pune, sepse janë ca etika. Unë s'mund dalë do të me robe banjo në atelje, të pres njerëzit. Edhe është etike e punës që në një ambient zyre, ti do kesh një kostum, shik, po jo me forma shumë të lexueshme, sepse je në ato femra që kanë forma, si për femra që s'kan forma, që në vendin e punës nuk duhet. Po nuk duhet. Pastaj një femër e bukur dhe me forma është gjithmonë e bukur sepse nuk e bën veshja. E bën feminiliteti, i cili është i lindur dhe nuk prodhon. Pse bën do të dyqan do thuash. Se ka femra auro. Një femër e bukur mund të jetë edhe një femër pa forma, por që realisht sillet bukur, ka klasë dhe un kam. Shim një debat para se të vinë Terezi në studio. Është 6 herë që ndërpret dhe s'po më le me fol. Atëherë. Absolutisht gaz tani. Unë e prisja nga rajonës Sleti tani. Po ta them dhe unë. Jo, kjo po nga që s'po të ndërpres unë, prandaj po e bën. E ka me mua, nuk e ka me ty. Çfarë do të ndërpresësh, unë s'po flas. Çfarë do të ndërpresësh? Okej. Po ti se the tani, ha. Ja, do të thotë. Është ideja që e rëndësishme është të sillet me klasë dhe me sharm. Unë them që klasi është performanca e trurit që e kushtozon sjelljen. Pra, nuk mund të jetë një veshje klasë përveç se asaj që ti arrin që të shfaqesh, që ta perceptosh edhe ta përcjellësh të tjerët. Sepse ti mund të veshësh një frak, po themon, ose një fustan shumë elegant të marrësh dorë në xhepa, por që s'ka logjik. Ose pra, mënyra se si ne sillem, mënyra se si ne orientohemi që të vishemi, unë besoj që përbën edhe atë pjesë të dinjitetit tonë, ose personalitetit që ne kërkojmë që të shfaqim të tjerët, ose dhe vendin ku shkojmë ta përfaqësojmë, apo vend, domethënë, kjo është ajo qëllimi që ka veshja edhe njerëzit që vishen bukur, njerëzit që kanë imagjinar, ka fantazi, kanë poezi. Akoma asnjëri përgjigje nga a duhet të harxojmë kaq shumë lekë për veshje? Unë po pres. Po, duhet të harxojmë lekë. Sepse veshja është një gjë që ndryshon shpesh. Është një gjë që nuk mësohet. Pra unë pas kam kuptuar këtë. Nuk është veshja fare, edhe një palë pijama një femër me klasën e tregon. Ka femra që një vulgare që vishen me kostumet më me klasë të mundshme dhe pra vulgaritetin e Mojsuele dashur nuk kanë bukë të hanë, kanë çantën dorë 12.000 euro tani, lutem tani. Ç'është ky kontrast? Po ç'është ky kontrast tani? Dëgjova i shokun tim që sa ishte lidhur tha, ja bleva çantën 12.000 euro. Po pse ja bleve? Po sepse kështu është trendi, kështu është moda. Është moda. Këta janë njerëz të udhëhequr drejt gjërave materiale. Ka gra që janë pa botë shpirtërore, pa si gjë. Ajo nuk harxhon për të shkuar në teatr ose për të shkuar në një opera. Ajo harxhon tek ajo çanta, e kujtos ajo çanta aty. Nuk është vetëm, është dhe fakti i mungesës edhe fakti i traditave familjare, boshllëkut që i kanë lënë, mund të jenë problemet infantilitetit, të shkuarës vetë, që në momentin që kapet pak të unë tani dua ta kem sa ajshdin. Sidomos në rastet e festave, sidomos edhe data 31 është një festë, a din shqiptarët përgjithsisht si... Kjo është një pyetje që bëhet... Po, vit pas viti mund bëhet. 12 vjet që e dëgjoj këtë gjë. Po, 12 vjet prapë nuk mësojmë ne. Domethënë, a din shqiptarët me vesh. Në çdo vend të botës din dhe nuk din.
Janë me kategori. Ase italianët gjithë din tani Jo, të lutem. nuk din gjithë. Au. Jo. Po ke shumicën të 80% mos shumë ti. Vishen bukur. Nëse Trumpi në Amerikë tha, Italianët një gjithë pjesë e amerikanëve mire të mos qarkullojnë në për trena tha me bizhama. Po, mire bëri. Sepse është problem. Po, mire bëri. Në Itali unë mendoj që kategoria e meshkujve vishet shumë më mirë. Vetëm që dhe ne po japim shumë zë. Meshkujt italian janë shumë të kuruar, janë shumë të kujdesur për pjesën e Meshkujt peshës. më bukur se femra, për thotë Rezi. peshën. Po. Janë gjithmonë më shik, janë gjithmonë më klas dhe mënyra se si komunikojnë me femrën apo me këdo gjë është gjithmonë me zëtullët, gjithmonë me shumë kulturë. Tek pjesa e femrave, ne femrat shqiptare jemi të bukura. Edhe në përgjithësi jemi. E kam e ty. Po s'na the për meshkuj që ngjyre kanë ngjyre Në rastin 2006. konkret, jam shumë okej. Domethënë, po hyn te kategoria e meshkujve që janë shumë Albi, trallë, mos që u pajto, kurohen. Albi. Jo, Mos u se pajto. meshkujt shqiptar kanë filluar të Res, po ngjyra e 2006 se meshkujve janë apo e treqeregu janë zeza të prap. parë. Çokolata. E zeza prap. Ama Me gjithë gjenjë shqiptarët ishin me italiane zeza prap. tani çfarë po thonë. Nuk ka. Se Një, Meshkujt shqiptar vetëm me zeza dhe 2006, ëh. Është Shiko, e zeza nuk është ndonjë problem ta mbash zezën, se zeza Po është janë gjithmonë shik. shit me zeza ore. Nuk janë. janë. Edhe Problemi në është fushën e dizajnit luajt të me zezën kravatë. e përdorin Ke uniformë gjithmonë për zezë. elegancë. Shqiptarët sikur janë vaki gjithë vitin o bërë. Janë dy metoda, janë dy rryma që paktën që kanë lidhje me modën se po i hyn në kështu. Një pjesë që ndjekin modën, një pjesë që e krijojnë. Varet se kë zgjedhim ne që të ashtu sepse kur ke imagjinat, kur ke mënyrë stili të veshur, unë them që edhe me pak gjëra mund ta krijosh një diçka që ty të përfaqësoj. Mjafton që të jetë e mirë, mjafton që të jetë edhe materiale edhe këto gjë se këto janë sa pjesa tjetër ose që të dukesh si është e vërtetë ajo që the që shumica e meshkujve kudo të shohësh nëpër evente, nëpër bare i ketë gjithë me zeza, me xhub zi, Logët një model, mjekra. Duan të duket që si gangstera. Jo, ajo që kanë Janë që si gangstera. Tatuazh atje që dukesh duke qenë uniform nga identiteti, Jepi apo bicepsit, nga personaliteti. tricepsit edhe Atëre Suela me konkluzioni. Po. Konkluzioni është, do me thënë, ndoshta unë kam qënë gabimisht në këtë lloj diskutimit, se unë mendoj... Konkluzioni të bukurës tani se, me qenë se është Konkluzioni të bukurës, unë vazhdoj të jem e ides që veshja, edhe unë për shumë kam parë Celentano në koncert me ato bijamat që thojnë, por një qënje e bukur, një qënje që ka qëfar të transmetoj, qëfar do lloj gjëje, mbasi ka krijuar imazhin dhe e ka dhënë mesazhin që vlen, pastaj çfarë do lloj gjëje të veshi, brenda kontekstit pastërtisë nuk diskutohet dhe të kritereve që duhet jetë i veshur, për mua përbën një qenie të bukur. Unë nuk e shoh dot një njeri që mua më pëlqen shumë si qenie, pastaj se më ka ardhur përpara me një tut apo më ka ardhur me një këmish. Në momentin pastaj kur një njeri ka mangësira, mund ta zëvendësoj dhe mund ta plotësoj me këto lloj karakteristika të tjera. Kur pëlqen për shembull se merret tani, kur i pëlqen dikujt paktën nga dikë që e pëlqen një femër ose një mashkull varet nga linia, që e pëlqen veshjen, unë mendoj që është hapi i parë për ta parë zhveshur. Sa serios? Se ka lexo pak Se keni mendje në mësim. Sa serios unë kisha. Unë akoma se kam lexuar. E pra, Do ta lexosh live në Bardhazi. Dhe kunda më ta duhesh vetë. I gjithë titulli dhe dedikimi. Unë sot po e lexoj për herë të parë. Shumë mirë. Lexoje këtu. Kisha lexuar. Premio Europeo, Oscar della Moda, Statueta Oro Italia Albania Europa. Maison Rezata Skifteri. Mua më thanë Rezata Skifteri. Sa e bukur. Sepse nuk e thonin dot bashkë. Është aq e rëndë ajo sa që mund ta përdorë edhe për gira. Kjo është e larë gjitha me arë. Është e larë. Nuk ke nevojë për ato ti. Ajo është thjesht një bravo, se ti je statuj vetë një. Ti je statuj vetë. Rez, konkluzioni? Konkluzioni im është që jo gjithmonë veshja të bën atë që ti je. Veshja është e rëndësishme shumë në fragmente të caktuara, në një event, në një takim të parë, por më e rëndësishme për mua është dhe që e bën të bukur një njeri, nuk e bën veshja, e bën karakteri. Edhe këtë e thot një stiliste, ha? Dhe nëse karakteri shumë i bukur, nuk ka gjë më të bukur ta shikosh atë njeri edhe gjë më të thjeshtë edhe me një veshje edhe 5 euro. Është
tepër i bukur, apo tepër Shumë dakord, Val? dashur, por Shëram dakord të gjithë në në brezin fund fare. dhe të erionit thonin shkodranët, veshja kopileshja. I keni haruar të shpreja? Jo, nuk e kemi haruar. Më kisha shumë kopa e dëgjuar dhe sot të kujtova. Po, kështu, kopileshja. Veshja kopileshja, sepse ishte kopja ajo prezenca. Sot ka aq shumë roba dhe ka aq shumë femra të bukura me roba të bukura, sa që kanë filluar njerëzit të bëhen selektiv, që nuk i intereson më vetëm pamja e jashtme, por duan që atë kafen kur ta pinë me dikë të kenë çfarë të ndajnë. Sepse ke goca shumë të bukura që nuk kanë çfarë të thonë. Unë shikoj në Milano vajza të reja që mbajnë çanta robe, me që diskutuan Po, ato janë të shtrenjta, ato shumë. Çante robës e janë shumë të stampuar shtrenjta. nga ato që printon te agjencia ime. Janë. Ato janë një beze, Po, disa kushtojnë ato. tekstil, e stampuar, që bën as 10 euro. Janë ato që të japin në përpara 15 euro. Ato Beze. Jo nga këto me punim dore. Çanta beze. Ato që punojnë me dorë kushtojnë shumë. Jo, janë Jo këto. këto të punimeve të dorës. Ne Janë dhe ashtu nuk beze. jemi. Dhe deri në Mbajnë dosje dhe letra. Pak respekt për vete do të Brende, vali ato. ku çanta. Mbaroj Do më falni, brendet në Itali, unë kam vëre, nuk e di sa dakord është rezi, i mbajnë moshat nga mesatarja dhe lartë. Që kanë punuar. Kanë krijuar një standard, një ekuilibër ekonomik, edhe ajo në të mosh do shta gëzoj dhe përsëri, unë nuk shikoj që të jetë brendi i madh. Vajzat e reja janë aq sportive, aq të këndshme, aq bio, dhe këto brendet i përdorin vetëm në eventet të darkave. Po, thu edhe fjallë Me për që po flasim për veshjen, lumë ku zhvishet me dinjitet dhe lumë ku zhvishet nga mediokriteti. Sa bukur e ke folur atje. Unë nuk kam një mesazh, vetëm urimin Ornelës edhe... Jo, asu nuk kam një urim, vetëm fokusoni ka i titull që të kuptoni se sa Po vete baklavan këtu afër. mjeshtria me dignitetë. Unë ju lë takim kur do takojmë. Në 2026, në vitin tonë sepse të datën 2 do të jemi me më të mirat të pesë bardhëzinë. Natën, faleminderit. gjithve. Natën dhe faleminderit që qëndruat me bardhëzinë sonde.